Zakonisht sa herë flasim për synin, për klinikën gjermane, pyetjet më të shpeshta janë, po çdo problem a mund të largohet me laser, sepse e dim që kohëve të fundit një prej inovacioneve që mund të themi është edhe largimi i dioptrisë me laser. Por jo në çdo smundje mund të që ta sqarojmë për shikues. Patjetër se po, laseri ka bërë revolucion në oftalmologji realisht. Zakonisht se kemi vetëm një lloj laserit. Po. Kemi disa lloje të laserit realisht. Disa që laseri që po e flasim që është për largimin e dioptrisë. Në laserin e përdorim edhe për probleme tjera. Ne e përdorim tek diabeti. Po. Domethënë është personat që kanë filluar realisht çakderdhjet në për endxhokut ne e përdorim laser fotokoagulimin. Është një laser që na ndihmon shumë këtë aspekt se fillon të ndalë çakderdhjet që është duke rrjedhur gjoku. Edhe pengon këtë problem. Ne kemi laser tjetër që e përdorim realisht tek pacientët që operohen nga katarakta dhe paraqitet një si themi perde e dytë ose katarakt sekondare, përdorim laserin dhe bëhet pastrimi i asaj pjesës. Pacienti as nuk preket realisht. Po jo çdo problem zgjidhet me laser. Këtë duhet ta dim. Se për shembull vjen pacienti që ka realisht ose themi për morëm për shembull do mi hek dioptrin. Çdo dioptri heket me laser. Po e mira është që kemi zgjidhje tjera. Domethënë, çka mund ndodhet? Edhe pacientat që nuk dojnë që sesit mos mbajnë syza. Mundësia e largimit të dioptrisë ekziston me ato thjesat intraokulare, ose lentet intraokulare që na i fusim në sy. Kështu që pacienti ka mu seleksionu për largim dioptrisë ashtu si është protokolli, ashtu që duhet të jetë më së miri për to. Jo gjithçysh duhet të jetë laseri. Nëse ai kërkon, kuptojmë, heqja e dioptrive nuk është operim obligativ. Nëse largimi vetëm nëse ai nuk don të bëjë syze, kuptohet. Kështu që mundësia laserit ekziston, po ekzistojnë edhe mënyra tjera që na e largojmë dioptrin. Dhe natyrisht për me marrë përgjigjen se për çfarë kemi nevojë dhe a kemi nevojë për trajtim me ndonjërin nga laserat që përmende, duhet një vizitë tek oftalmologu. Vizitë pak më në detalje kur fillojmë për këto që çfarë vendosim çysh do të veprojmë te tepër me shumë që është, më themi ashtu, programi më i mirë për ty që ti mos mbajsh syze. Po. Gjithsesi po, pa kontrollat të rregullta dhe kontrolla themi ashtu më specifike në këtë rast na vijnë disa matje tjera shtesë të dim se për çka është nevojshëm, çysh kemi larguar dioptrin atij personi. Po.